Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi at-tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës këta janë ehli bejti i profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij të pastër. Në historinë e shpalljes hynore, ka figura që nuk janë thjesht dëshmitar të së vërtetës, por dhe bartës të saj. Nuk janë vetëm dëgjues të fjalës së Allahut, por janë mishërim i saj praj fjalës së Allahut në jetë, në moral dhe në sakrificë. Ehli bejti i profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, janë pikërisht këta yje të dritës, që Allahu i lartë madhëruar i zgjodhi jo rastësisht ato, por i zgjodhi me dije, urtësi dhe qëllim hynor. Ata nuk janë vetëm familja biologjike e profetit, por familja e zgjedhur e shpalljes hynore, pasqyrja e pastërtisë dhe vazhdimi i rrugës profetike. Kurani i madhëruar e ka ngritur ehli bejtin në një pozitë të lartë dhe të veçantë, duke e bërë të qartë se lidhja e tyre me profetin Muhammad nuk është thjesht një lidhje gjaku, por një lidhje shpirtërore dhe misionare njëkohësisht. Allahu thot në ajetin e njohur të pastrimit, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu dëshiron ta largoj papastërtinë nga ju o ehli bejt dhe t'ju pastroj plotësisht. Ajeti 33 i surës Ahzab. Dhe ky ajet nuk është një lavdërim simbolik, por një dëshmi hynore për pastërtinë e tyre morale dhe ato shpirtërore. Në transmetimet e shumta dhe të besueshme, veçanërisht në hadithe kisa, shmaloset një nga momentet më madhështore të historisë islame, ku vetë profeti Muhammad përcakton me qartësi absolute se cilët janë ehli bejti i tij i vërtet. Në këtë ngjarje të bekuar, profeti mblodhi rreth vetes Ali ibn Abi Talib, pra Imam Aliun, Fatimën Zahra, Hasanin dhe Husejnin, paqja qoftë mbi ta të gjithë, dhe i mboloi ata me mantelin e tij, duke i veçuar nga të gjithë të tjerat. Ky veprim nuk ishte një moment simbolik apo emocional, por ishte një akt hynor, një urdhër i ardhur nga ana e Allahut xhaleshanhu me domethënie të thellë logjike. Pikërisht në atë çast, profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngriti duart të drejt qiellit dhe u lut dhe tha: "O Allah, këta janë ehli bejti im, largo prej tyre çdo papastërti dhe pastroj ata plotësisht." Kjo lutje profetike erdhi dhe si shpjegim praktik i ajetit të pastrimit, pra ajeti 33 i surës Ahzab, dhe si vulë përfundimtare për identitetin e ehli bejtit, paqja qoftë mbi ta. Hadithi Kisas paraqitet si një moment kulmor ku drita e shpalljet bashkohet me dritën e familjes profetike, dhe në këto transmetime theksohet se manteli i profetit nuk ishte thjesht një copë stofi, por një mburojë hynore në të cilën u vendosën ata që mbanin barrën e udhëzimit pas këtij të dërguarit. Prandaj kjo ngjarje nuk e përkufizon ehli bejtin vetëm si të afërm të profetit, të afërm biologjik, por dhe si bartës të amanetit hynor, të thirrjes së Allahut xhaleshanhu dhe trashëgimtar të dijes profetike dhe garant të ruajtjes së fesë së tij. Kjo zgjidhje hynore dëshmon se ehli bejti nuk u dalluan për shkak, siç tham, për të lidhjes së gjakut, por për shkak të përputhjes së plot që kishin ata me vullnetin e Allahut, në mendim, në besim dhe në veprim dhe adhurimin e tyre. Ato janë pasqyra më e pastër e moralit profetik dhe vazhdimi i tij hynor dhe natyrore historik. Pastërtia që Allahu i dha ehli bejtit, paqja qoftë mbi ta, nuk kufizohet vetëm në largimin nga mëkati i dukshëm, por shtrihet në thellësinë e ndërgjegjjes, në drejtësinë e bindjes dhe në saktësinë e veprimit njëkohësisht. Kjo është një pastërti gjithëpërfshirëse, që i mbron nga devijimi doktrinar, nga shtrëmbërimi i së vërtetës dhe nga kompromiset me padrejtësinë. Dhe për këtë arsye, ehli bejti nuk janë thjesht shembull moral, por
kur janë vetë autoritetet udhëzuese, busull shpirtërore për ummetin pas largimit nga kjo jetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në dritën e Kuranit dhe hadithet e sakta, ehli bejti shndrohen në standardin me të cilin matët e vërteta pas të dërguarit të Allahut. Çdo mendim, qëndrim apo rrugë që përputhet me mësimin dhe shembullin e tyre është në vijën e drejtë dhe çdo largim prej tyre është hap drejt devijimit. Ata janë lidhja e gjallë mes shpalljes dhe realitetit historik. Dëshmia se Islami i pastër nuk humbi me ndarje nga jeta e profetit Muhammed, por vazhdoi të jetojë përmes ehli bejtit të tij të pastër e të bekuar. Ehli bejti gjithashtu janë njerëzit të cilët nuk janë ndarë asnjëherë nga Kurani. Këtë e dëshmon dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij të Thaqalain, pra dy rëndesat, ku thot: "Unë po ju lëm mes jush dy gjëra të rënda, librin e Allahut xhaleshanuhu dhe ehli bejtin tim, nëse kapini pas tyre, kur nuk do të humbisni", thot profeti Muhammed. Dhe ky hadith i transmetuar gjërësisht e vendos pikërisht ehli bejtin në të njëjtën vijë udhëzuese me Kuranin famullar. Ashtu si Kurani është i mbrojtur nga gabimi, edhe ehli bejti janë udhërrëfyes të sigurt në rrugën e fesë. Historia e tyre ishte histori sakrifice, durimi dhe qëndrese. Ne shohim historinë e Imam Husajnit paqja qoftë mbi të, i cili, si gjithmonë e kemi thënë, ka thënë se unë dola për të reformuar ummetin e gjyshit tim, pra ato dolën për të mbrojtur fenë e pastër islame dhe që mos të humbte ajo fe që Allahu ja solli gjyshit të tyre, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra të dashur vëllezër dhe motra, dashuria për ehli bejtin nuk është çështje emocioni në këto momente dhe të ike, por është një obligim fetar i ardhur nga Allahu xhaleshanuhu për ne. Kur Allahu thot, thuaj, nuk kërkoj prej jush shpërblim tjetër përveç dashurisë për të afërmit. Ajeti 23 i surës Shura. Pra kjo dashuri nuk është fjalë, por bindje dhe ndjekje, besnikëri dhe ecje në rrugën e tyre të ehli bejtit. Sepse kush i njeh ehli bejtin, ka njohur drejt fenë e pastër islame. Kush i ndjek ato, ka ndjekur rrugën e shpëtimit dhe fjalën e Allahut xhaleshanuhu. Dhe në përfundim të temës për ditën e sotme, do doja t'ju thoja se ehli bejti i profetit Muhammed janë drita që Allahu nuk lejoi të shuhej pas ndarjes së profetit nga kjo jetë. Ata janë ura që lidh shpalljen me jetën tonë, Kuranin me realitetin dhe fen me drejtsinë e hynore. Ti njohësh ata do të thotë të kuptosh thelbin e fesë së pastër islame dhe ti ndjekësh ato, siç tham, është të ecësh në rrugën e Allahut me zemër të pastër dhe orientim të sigurt. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.